transmeton nga hadithin Buhariu dhe Muslimi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hani syfir, se në syfir ka bereqet. Hadithi 13 transmeton Muslimi sahihun e tij nga Amr ibn As radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, dallimi mes agjerimit ton dhe agjerimit e ehli kitabit është ngrënia e syfirit. Pra të gjemë të ri që pritojnë më uqunë syfir. Rinë gjithë natën edhe para se marë syfiri, hanë buk edhe flenë. Kjo është gabim. Dush me shku mas të ravije me fletë. Edhe në kohën e syfirit më uqu. Edhe me bo të ube dhe istikfar, edhe me bo dua, edhe me lezu Kur'an, edhe me bo dhikër, edhe me hangër syfirin, edhe pastaj me dalë në xhami me shku me farë sabaj. Fatkesisht një pjesë e madhe rinis, rinë pa gjumë, deri në syfir, deri pak para syfirit, a hanë bukën dhe flenë. As bereqetin e syfirit se më rinë, atë që është më e madhe se kjo, as bereqetin e namazit sabat. E qëfar agjerimi ki ti, kur nuk e farë sabaj në vakt. Tu pas mundësi me farë, po flenë. Andaj duhet me ndru këtë strategji. Mas të ravije, mos rinë qajtore, mos rinë udhve, mos rinë muhabet të bo. Mas të ravije, shko të shpia flej. Nëse të ravije soset në ora 10, për shemë, shko të shpia në ora 11 bëjë me flejt. Pin 11 deri në ora 4, që është syfiri tash, i ki 5 saat me flejt. Nëse qo është për shemë në 3:30, i ki 4 saat e gjysë me flejt. E ki bon një gjumë, nuk është i mjaftushëm, ama ki bon një gjumë. E hanë syfirin, shko në farë sabajnë, nëse sabaj i soset 5:30, në 6, përsëri për në ora 6, dhe në ora 8 mund është me flejt, i ki 2 orë gjumë, e 4 orë e gjysë, dhe 2 orë, 6 e gjysë janë tamam. Nuk është pak. Ama me ne gjithë natën pa gjumë, e me hangër syfir para vaktit, e me ra me flejt, kjo është gabim shumë i madh. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hani syfir, se në syfir ka bereqet. Hadithi 13 nga Amr ibn As radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, dallimi mes agjerimit ton dhe agjerimit e ehli kitabit është ngrënia e syfirit. Pra do mund dy gjëra. E para se në syfir ka bereqet, dhe dyta se në te na e dëshmojmë dallimin për tjerëve. Se jemi ehli sunna, edhe jemi ehli iman, se jemi besimtar edhe jemi pasues të sunnetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.